Jemi kthyer të dashur me pjesën e dytë të emisionit Pas Ditas Sportive, si thash, edhe në pjesën e parë do ta kem të ftuar një kampion. Po ky kampion është duke u gëzuar edhe tani sepse po i fiton ekipi i tij 3-2, pra Barcelona po e mposh skuadrën e Real Madridit 3-2 me një rikthim të jashtëzakonshëm me 2 gola të shënuar brenda 2 minutave. Lamine Yamal fillimisht e barazoi rezultatin e 2-2, me pas Rafinha shënoi tash gol për rezultatin 3-2. E këndë kam këtu, e kam një prej kolegëve ma fantastik që vjen nga Ilirida, apo ndryshe Macedonia e Veriut. Dhe kam fituar titullin kampion me Shkëndijën, titulli i 5 në histori, po ashtu është një prej gazetarëve ma fantastik që ka Shqiptaria, duke ditë që ka marrë pjesë në seminare të ndryshme të UEFA-s dhe ka ndihmuar shumë futbollist, si futbollist edhe jo vetëm nga Ilirida apo ndryshe Macedonia e Veriut, por edhe nga Kosova edhe nga Shqipëria. Kështu që e kam përder ta prezantoj kolegun tim Faton Zylbeharin. Faton, mirë se erdhe. Besmirë, të falenderoj për ftesën dhe do zotit jem një pjesë e gjithë këtyre gjërave që i prezentove. Të falenderoj për respektin dhe natyrisht kënaqësi gjithmonë të jem këtu. Unë nuk çeve që i prezentova edhe janë. Atëherë kemi bërë diçka. Nëse një pjesë jam i lumtur që kemi bërë diçka. Natyrisht nuk është e lehtë në këtë fushë ku kohëve të fundit ka ndryshuar gjërat, rrjetet sociale, antivlerat gjithmonë sikur dalin në pah më lehtë se sa vlerat, por duke ditur që kemi vendosur të përfaqësojmë vlerat, afatgjate janë dhe 100% do ja shohim hajrin. E përmbysë rezultatin Barcelona nga 0-2 në 3-2. Tash për tash, me qenë se loja është duke u zhvilluar, je tifoz i Barcelonës dhe apo flasim pak a shumë për klasikun që po luhet apo për atë eliminimin nga Liga e Kampionëve? Pa tash nisni me gjërat e mira, pse duhet të futesh në ato gjëra. Hajde, po fillojmë pra. Më pëlqeu ku the Barcelona shënoi 2 gola për 2 minuta. Unë desha ta them, nuk do të ndërpres se po flisje shumë bukur, do të them ashtu bëjnë kampionët e vërtet. Shaka tan është një Barcelonë që është kthyer në identitet, po prodhon shumë, po bën magji. Më kanë pëlqyer ca komente të njohësve shumë më të mëdhenj se sa ne të futbollit, po flas për nivel ndërkombëtar, që kanë thënë që Barcelona i duhet të finales për spektaklin që po prodhon. Por ndryshe natyrisht që Interi për mënyrën se si administroi tamam me atë stilin e vet, jo që nuk e meritoi dhe jo që nuk do mungoj spektakli në atë finale në PSG Inter. Unë jam tifoz i Barcelonës dhe duke qenë që për momentin nuk jam duke punuar në një televizion ku do komentosh, sepse nuk është mirë të tregosh për cilin ekip bën tifo në momentet që je duke komentuar. Prandaj edhe publikisht e them që jam me Barcelonën, por mbase do flasim më vonë gjatë emisionit, unë jam gjatë, më janë bërë ca vite në futboll, kam shijuar shumë gjëra, qoftë titull me Shkëndijën, qoftë kualifikim në kampionat evropian me përfaqësuesën e Maqedonisë së Veriut, pastaj 2 herë vendin e parë në Nations League. Aq shumë kam kaluar sa që nuk është se aq shumë emocionohem, i marr për zemër. Bëj vetëm për t'u ngacmuar, por ndryshe është një lojë futbolli, njëri duhet fitojë, tjetri të eliminohet, jeta vazhdon edhe po je kampion, edhe po je i fundit, kështu që i marrim më shtruar. Natyrisht që më pëlqen fakti që u futa në emision me rezultat 3-2, sepse 0-2 u fika vlla. Të hoshë. Ke shumë i dëshpëruar fillimisht. Se the 0-2, qysh me vazhdu emisionin kështu të hu. Jo, mendoja kush do i doroj ata gjithë ata njerëz që mendin se ka pritur të më ngacmojmë. Sepse po më duket i ndalin postimet gjysë, edhe ato edhe mesazhet. Nuk kam postuar vet, por po i ngacmoj, nuk është që nuk po them tifozët nuk më han goja shumë në aspekt të ngacmimeve, kështu që tash jam rehat, jam okay. Le të vazhdoj kështu. Çuçi ke po Barcelona këtë edicion, e thet që ka kthyrat identitetin me Hansi Flickun, por edhe pse pati një paraqitje të jashtëzakonshme me Ligën e Kampionëve, edhe pse një pjesë e parë shumë e dobët me Interi, pjesa e dytë është fantastike me një lloj ndryshimi për brenda skuadrës, ku e pam një Barcelonë krejtësisht ndryshe nga ajo pjesë e parë, e humbi në ata se çka nuk është dashur ta humb. Shumë kritika kanë qenë që Hansi Flick gaboi me largimin e Martinezit, pra pikërisht nga ndeshja, sepse ra edhe pjesa e mbrojtjes.
E mendon të njëjtën gjë aty? Në radh parë duhet të them që nuk është futbolli është një proces shumë i gjatë dhe thash duke qenë i futur brenda në futboll gjatë kohë, nuk bëhet brenda natës. Kur po flasim për këtë Barcelonë dhe për spektaklin që prodhon, natyrisht që shumë gjëra i faturohen Hansi Flick, por nuk guxojmë të harrojmë një Xavi Hernandez që besoi tek Lamine Yamal, që e mori Rafinhan, që shumë lojtarëve u dha besim, dhe kjo është një vazhdimsi. Futbolli është një proces dhe po të futesh të analizosh gjithë ekipet që kanë ndërtuar, edhe 5 vite duhen për ndërtuar një skuadër që do bëjë shumë. Tani të marrësh besimin për të luajtur me fëmijët shkollës 17 vjeçarësh të Lamine Yamal, po edhe të tjerët që janë shumë të rinj dhe që luajnë vazhdimisht, është një punë e çmendur që ka bërë Hansi Flick dhe karakterin që ka futur, natyrisht duke u orientuar shumë tek disiplina. Gjithë ata mediumet që janë të afërta me Barcelonën tregojnë që ka tamam një disiplinë gjermane dhe kjo e natyrisht që do të jepte rezultat. Nëse flasim për gjysmëfinalen, ndeshjen e kthimit, sigurisht 13 gola një gjysmë finale ka kohë që nuk e kishim parë dhe ishte një spektakël për gjithë ata që si tifosi indiferent po e ndiqnin këtë ndeshje, padyshim që edhe ata të Interit janë kënaqur, sepse me merit mbas edhe u kualifikuan. Unë një moment më ra në sy. Pas një pjese të parë katastrofale, 2-0. Kthehesh në 2-2 dhe minuta 80 ti vazhdon, kur je i harxhuar fizikisht, ndoshta edhe emocionalisht, vazhdon sulmon si i çmendur. Kam pyetur edhe trajner profesionist, "Ore, ç'është ky Hansi Flick? Është i çmendur apo ka një besim të papar në kokën e tij?" Dhe si rezultat ata dhanë golin e tretë 3-2. Tash ndodhen ca gjëra, pranuan edhe të tretën edhe të katërtin më vonë, por hajde llogaritë ta fitonin këtë gjysmë finale, do të ishte diçka, një ndër përmbysjet më të çmendura që kohët e fundit kemi parë, dhe gjithë kjo në saje të besimit dhe karakterit që ka ndërtuar brenda një skuadre me kalamaj, siç themi ne, me lojtarë që nuk kanë sherr, ata nuk dinë ç'është boll, duhet të tërhiqemi, vetëm sulmojnë dhe jo rastësisht ke tifoz shumë të Interit që pavarësisht që u gëzuan kualifikimit të skuadrës tyre, ata kanë një simpati për mënyrën se si performoi Barcelona. A luajti rol përvoja këtë ndeshje? Natyrisht po. Kish momente kur duhet ta vrasësh ndeshjen, kish momente kur nuk duhet të lejosh atë aksion të fundit, kish momente kur sigurisht na si gjithë diskutojmë ishte faul ajo marrje e topit pak përpara se topi të harkohej në zonë ku do të vinte goli i barazimit 3-3 që e çoi ndeshjen në vazhdim dhe më pas erdhi si rrjedhoi goli i katërt, dhe gjithë janë këto momente që ti nuk të kanë ndodhur. Lojtarët e Barcelonës do dalin më të fortë nga ky eliminim, sepse herën tjetër do të veprojnë ndryshe. Gjithmonë disa momente, një detaj shumë i vogël vendos ndeshje kështu të mëdha ku luajnë lojtarë shumë cilësor dhe natyrisht që përvoja kishte një rol të madh, fatkeqësisht për Interin dhe jo për Barcelonën, që Araujo kur duhej të dominojë me përvojën e tij, fatkeqësisht në 2 gole ishte lojtari që u krizuan nga tifozët e Barcelonës. Si duket nuk do të jetë më pjesë e Barcelonës nga edicioni në VM, por tashmë kemi penallti tek skuadra e Real Madridit. Kështu që rezultati mund të barazohet në 3-3. Kështu si kemi nisur në do të jetë nisur për duel mes Barcelonës dhe Real Madridit deri në fund, por që po du ndalem pak a shumë sepse dje kam pasur si tema dëgjues së bashku, ku pyetja ime është cila ka qenë ndeshja më e mirë e vitit në Ligën e Kampionëve, edhe sipas teje cila ka qenë e këtij edicioni Ligën e Kampionëve. Duke di që ka pasur goxha ndeshje interesante. Mu për veti, përveç Inter Barcelonës padyshim që është si ndeshja më të mirë të vitit, ka bërë përshtypje edhe ndeshja mes Aston Villës dhe Parisit. Ndeshja e dytë ka qenë briljante. Aty nuk e ndroj. Kisha fut shiko, për rëndësinë e ndeshjes dhe kualifikimin që duhet të vendoset në ndeshjen e dytë, futet ndeshja në Milano. Jo më pak interesante ishte në ajo në Barcelonë që luhet ndërmjet të 2 ekipeve gjysmëfinaliste, ndërkohë ajo me Aston Villa, mënyra se si prodhoi Aston Villa një emër që natyrisht skuadër për respekt, por nuk është që është një ekip që do të llogaritet në mesin e favoritëve bashkë me këto ekipe si Reali, Barcelona e Liverpool apo gjithë ato të tjerat. Vërtet ishte një ndeshje decisive dhe fakti që Donnarumma ishte ndër më meritorët për kualifikimin e Paris Saint-Germainit tregon që në atë ndeshje bëri punë të mirë skuadra e Aston Villas.
Siç duket penalltia është anuluar pas rishikimit të situatës në VAR, kështu që po ta vëmë Jo si duket u anulu, kështu që një gëzim tjetër ti kresh në këtë ndeshje. Nuk e di, ke vendosur po provokosh, po gjithkohë më mendosh të gjesh 4-2 vëlla. 4-2 është rezultati. Po. Shënon Barcelona. Tash shënon Barcelona patëm ty. Po edhe pse jemi edhe pse ndeshje shumë e çmendur. 6 gola pikërisht në ndeshjen mes Barcelonës dhe Real Madridit. Fantastike. Se edhe Gjimi ka duar trokitje. Zbashku edhe për ty edhe për festën që po e bën. E ke pasur një jetën festë edhe në ditën e titullit me Shkëndijën, apo je po... Avash, flasim për Shkëndijën. Flasim për Shkëndijën. Shiko, mbi të gjitha, do jetë edhe video kjo? Po, do t'jetë edhe video. Mbi të gjitha një ekip. Nëse Besmiri dhe Radio Dukagjini kanë zgjedhur që sot t'i japin hapësirë Shkëndijës dhe titullit kampion, që kësaj skuadre, kush jam mund t'i prish imazhin kësaj skuadre dhe të vi pa një dhuratë, ti heq to pak? Po, pa problem. Kjo është për ty. Të të prezentoj si lojtar të ri të Shkëndijës. Vazhdo emisionin. Është rritja. Unë nuk e di, po ku e ke gjetë mosin që e veshi une. Sepse dhe veshje që kërkoj, veshje pra të si për me, i kërkoj gjithë me L. Kështu që e pas ke gjetë. Nuk e kam gjetë vëlla, kam analizu dhe kam kërkuar tjetë për ty. E ke analizuar, kështu që po mdogut edhe ke kërkuar. Shojmë sa e bukur është kjo fanela QQZ, është viti pra edhe i themelimit të Shkëndijës, pra pikërisht vitin 1979, një ekip shqiptar i cili është duke bërë fantastike çdo herë edhe futbollin e di çfarë Shkëndija, shiko vetëm pak. Më shtrënqethur, mishi unë jam pjesë e Shkëndijës dhe kur jam brenda nuk kam edhe shumë kohë për të përgjigjur pyetjes tënde që më bëre përpara se të më provokoje të jap dhuratën, nuk kam shumë kohë për emocion. Aty jam shumë i ftohtë. Por tani duke dëgjuar ty dhe duke prekur, duke përgdherur atë fanell, unë emocionova, është shumë e madhe Shkëndija, vëlla, beso kam respekt shumë të madh për çdo skuadër dhe ne gjithë jemi një, Kosovë, Shqipëri dhe ne atje ku jemi, por momenti kur ne kemi fituar titull, gjithë ajo që është thënë, është shkruar, është postuar edhe në social media, në Kosovë dhe Shqipëri, vëlla, beso. Okej, në vitin 2017 ne luani me Milanin, dhe natyrisht që kjo ndeshje do mirë të vëmendje, por po atë natë luante edhe Skënderbeu dhe u kualifikua për herë dytë në grupet e Europa League. Por në Shqipëri e Kosovë kam nisur lajmet me Shkëndijën sepse po luante me 7 herë kampionin e Europës dhe nuk ishte një ndeshje miqësore e sponsorizuar. Ishte një ndeshje pavarësisht që ne u rrahëm me rezultat thellë, por ne gjithmonë do mbajmë krenarinë që ne sollëm në trojët tona Milanin në një ndeshje kompetitive, në ndeshje zyrtare. Sidomos e di që ka pas kërkesa shumëta për bileta, edhe pikërisht sepse kam shumë shokë që janë tifozë në Milanon dhe kanë kërkuar gjithandej për të siguruar një bilet për të arë në Shkup dhe për ta parë ndeshjen mes Milanos dhe Shkëndijës. Shiko! Une, pa dyshim që nga njerë kur shikoj në video që postuon në për rrjetet sociale, kur është puna për pjesën e tifozërisë dhe është një farë video që më rënqedh çdo herë kur ballistët fillojnë të këndojnë këngën Besa Bes, një kur pa siguruar titulli mbi 16.000 tifozë që kanë qenë të pranishëm. Unë jam ai që jap shenjen për të filluar, ka qenë minuta 79, natyrisht ne ishim në eufori, kishim vendosur ta bënim atë diku 15 minuta para fundit, të them drejtën ka ndodhur gjithçka, diçka edhe e shtuar rastësisht, sepse një histori e bukur, sigurisht edhe kushtet po krijohen në mënyrë natyrale, është pronari i një televizioni të tozët me Vahip Abdiu që më thot çfarë do bësh sepse unë po e paralemroja atë momentin kur do hidheshin gjithë gjërat dhe do ndërpritej ndeshja për të shënuar momentin e titullit parë kampion historik të Shkëndijës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2011 viti. 2011, po. Edhe më thot zoti me Vahip Abdiu, thot po, pse nuk e bën minutën e 79, 4 minuta më vonë që të asocioj me
fitimin e titullit kampion. Unë jam person gjithmonë lutem edhe kërkoj të jem sa më modest dhe meritat mos i marr gjitha për vete, dhe është e vërtetë që ajo ka qenë ide momentale me Vahip Abdiu të bëje minutën e 79. Pastaj tjetra është vetëm për të shijuar. Kërkoni fantastike 16.000 ballist po këndojnë besabes dhe është mrekullueshme. Pastaj kemi përsëritur 2 herë tjera në stadiumin e qytetit në Shkup, tash i është ndruar emri disa herë, por është stadiumi i qytetit në Shkup. Një herë me Gentin, kur ka qenë stadiumi të 30.000 spektatorë ka pa, dhe herën tjetër edhe me skuadrën e Milanit. Nëse më lejon, duke qenë që kërkoj ti mos i faturoj shumë gjëra vetës, por kur the kërkesa e biletave ka qenë e madhe, nuk dua ti përmend gjërat dhe ti theksoj e bëm këtë, por më kujtohet që nuk kam lënë medium nga Kosova e Shqipëria që mos akreditohet, dhe jo vetëm në atë ndeshje. Jam krenar që e hape temën edhe në ndeshjen me Tottenham, një ndeshje që vetëm 10 njerëz nga Tottenham dhe 10 nga Shkëndija kishin të drejtë të jenë në stadium, ndërkohë e kam hapur tribunën e mediave, të tërën për kanë ardhur shumë gazetar nga Kosova, dhe unë duke qenë që unë ma mundësova të futem në stadium, ja përfitoj nga rasti për t'i falendruar që kanë qenë prapa dhe me Shkëndijën tonë të madhe. Çdo herë është mikpritja e jashtëzakonshme, jo vetëm te to, por shqiptarët e Maqedonisë së Veriut apo ndryshe të Ilirides, po them, janë fantastik dhe gjithherë janë mikpritës. Përveç që je gazetar me shumë vite, karrierë, ke komentuar dhe shumë meqe të boksit, dhe pashtu por po ndajnë pak të ky viti me ekipin e Shkëndijës. Përveç titullit cili ka qenë momenti më i vështirë këtij viti me Shkëndijën, po ashtu edhe më i miri. Në momentin që ti arrin objektivin, sigurisht që vështirësitë eliminohen. Ke parasysh një rrugë nuk mund të presësh të jetë një rrugë e shtruar me lule, me trëndafila, dhe do ketë gjemba lart poshtë. Ka patur momente kur kishim mundësi të shkputemi në pikë, nuk kemi marrë ato pikët. Të mësuar nga e kaluara, unë gjithmonë them u kry. Jam optimist, edhe kërkoj ta shpërndaj tek tjerë, ta lëshoj atë wirelessin kështu pa pasfort, jashtë këtu ju që keni bërë, por në anën tjetër brenda vetes jam i kujdesshëm, dhe më herët kur po të thoja që unë ngacmoj kështu Barcelona, Reali, kjo ajo, por nuk është se i marr shumë për zemre, unë atë natë që është eliminuar Barcelona mos më merr gjumit. Jo valla, vitin e kaluar ne në Tetov, ne rahëm Shkupin në Shkup, fituam 2-0, dhe faktikisht ne ishim kampion. Struga vinte në Tetov, ndoshta me mendjen që nuk do të jetë në Evropë. Dhe nga euforia e madhe në gjithë atë atmosferën që u krijuar, ne u mundëm 2-0. Ç'a të bëj unë? Dhe kur u them që kam kaluar edhe situata si kjo, unë kam kaluar situata të mbyllëm në një dhomë të qaj në Shkodër, kur Maqedonia luante me Shqipërinë dhe njerëz të ndryshëm tentonin të më etiketojnë si tradhtar, se ky do luajë kundër Shqipërisë. Tani kam kaluar ndeshjen në Strumic me Shqipëri. Mos flas për gjysmëfinalen e Nations League me Kosovë. Tash mund të flasim sa duam, por nuk dua ta nxjerrim në personale, sepse më ke thyrë si zyrtar të Shkëndijës, kur më thrasësh një herë tjetër si faton, atëherë mund të flasim për shumë gjëra të tjera, por vetëm unë e di se si është një ndjenjë të përballëm. Natyrisht që kam fituar dhe kam dashur me gjithë qejf, sepse unë s'jam bër futbollist profesionist apo atë që kam provuar të bëj në futboll portierin. Dhe në fushën që kam zgjedhur më pas kam investuar shumë, jam shkolluar, jam edukuar, kam ndjekur kurse gjitha për të patur sukses, dhe e doja me çdo kush atë kualifikimin evropian. Por si është ndjenja të kalosh atje tek qëllimi yt përmes vllaut tënd që shikoj, dua unë, dua edhe ti, don edhe ti. Dhe janë ca gjëra që nuk është se mund t'i sqarosh, dhe do isha lutur Zotit kur në jetë mos përsëriten. Sado që t'i sqarosh prapë se prapë secili e merr atë mendimin që don vet. Edhe ka etiketime prej më të ndryshmeve. Kur të pyeta për momentin më të mirë të këtij edicioni përveç titullit, a është edhe moment i jashtëzakonshëm kur i pam bashkë dy tifozëri shqiptare që kishim kaluar pavarësisht afërsisht 8 vite, që nuk ishte një farlloj mënyre të mirë mes dy tifozërive, bëhet fjalë për ballestet dhe shfërcerat. Po, përfundimisht ka qenë. Shiko, ky sezon disi sigurisht i determinuar që të ishte viti i Shkëndijës, pavarësisht vështirësive që kemi patur gjatë rrugtimit, sepse
Momenti i keq është edhe eliminimi nga Kupa e Maqedonisë në gjysmëfinale me Strugën. Sigurisht që pavarësisht gjithë asaj që flitej, ne donim të fitonim atë ndeshje dhe duheshte duke patur si cak numër 1 kampionatin, duheshte edhe të bëj ca rotacione në formacion. Më pas i bëri edhe Struga në kampionat, por ne sfituam. Ne nuk e vendosëm titullin, pik na mori edhe Struga edhe Shkupi na mori 3-3. Kështu që dolëm pastër sepse ka një zot që i kontrollon nga lart gjërat dhe gjithasaj që flitet se prapa në kuluare të ndryshme ne disi u bëm ba. Por në udhtimin drejt gjysmëfinales të Kupës neve na ra të përballemi me Shkëndijën e Raqinës. Dhe u bë një klim shumë vëllëzërore, dy Shkëndijat pas shumë viteve të përballen njëra me tjetrën, ka qenë një moment shumë i veçantë sepse erdhën edhe tifozët nga Raqina, përfitojnë nga rasti i përshëndes dhe të kanë marrë vendin e parë në ligën e tretë, do të luajnë një balotazh për ligën e dytë, do zoti që Shkëndija në Raqinës vitin e ardhshëm e shohim në ligën e dytë. Më vonë rrugtimi do ta përplaste me Shkupin dhe ne kemi investuar, besoj shumë kemi investuar në atë qetësimin e gjakrave ndërmjet dy tifozërive. Në asnjë moment nuk ka patur Shkupi dhe Tova problem. Thjesht kanë qenë individ të cilët ndoshta edhe të keq përdorur. Unë dua që reklamën e shqiptarit ta mbaj shumë lart, nuk ka shqiptar të keq dhe në këto momente kur do të kjo. Në këto momente kur gjithçka ka përfunduar, në këto momente kur i tëkon të kaluarës, vërtet unë ju them bravo qoftë secilit që ka kontribuar për të lënë brapa ato zëngat, ato problemet që më the ti të thash unë, ka një moment më i madh se zënka është momenti kur thua boll, s'ka rëndësi çka më the. Unë ta fal se i vllau im, dhe ti do më falesh. Dhe ajo atmosferë që u krijuan të to vërtet ishte një ndër pikat, nëse po i bëjmë një highlights dhe të zgjedhim momentet më të bukura, ajo është fitoria e kampionatit, po flas në këndvështrimin ton dhe unë uroj që shumë shpejt Shkupi të jetë në lartësinë ku duhet të jetë, ku i takon asaj skuadra, asaj tifozërie dhe asaj pjesë të qytetit që po përfaqëson gjithë neve, pse jo, edhe gjithë skuadrave të tjera, po pajtohem, ky ka qenë momenti ndër më të mirë të këtij sezoni. Si e përshkruan atë dy tifozëri së bashku, dy tifozëri që e bën një farloj himni si së bashku, këndonin dy tifozëri së bashku, pikërisht në Jemi një vëlla, jemi një, pavarësisht cilat ngjyra i përfaqëson, ne jemi një. Po të shtoj ti ndjen ndonjë dallim me mua. Unë di që qoftë me ty, qoftë ti kësaj ndërtese ku kam qenë edhe poshtë shumë shpesh mysafirë rregullt në televizionin Dukagjini tek dueli, qoftë edhe gjithë tjerët, unë ju gëzojmë sukseseve tuaja, ju më gëzoni sukseseve tona dhe kjo është diçka që ne nuk e kemi zgjedhur Besmir. Është diçka natyrale, është një forcë më e lartë se sa që mund ta paramendoj faktori njeri. Ne duhet vetëm ta shijojmë dhe të kënaqemi me këtë. Nuk i kemi borx askujt, as nuk është se provokojmë dikënd nëse ne festojmë së bashku. Natyrisht ne nuk kemi zgjedhur edhe ku do lindim apo cilët kufi do bëhen. Ne kemi lind shqiptar, ti, unë, ata në Tiranë, le të kënaqemi së tillë, jemi besoj shikojmë vëlla sa bukur ato ngjyrat kuqezisë. Jemi të jashtëzakonshme. Jemi një vëlla dhe ajo atmosferë në atë ndeshje ka qenë vetëm një pjesë e gjithë kësaj që po mundohem përmes fjalëve të gjej shprehjen e asaj që ma ndjen zemra në këto moment dhe jo pak edhe emocionohem. Po nuk dalim pikërisht në një diçka krejtësisht tjetër me një fotografi të cilën e ke postuar apo ndryshe publikuar me 11 prill librin monografik të Van Bastenit. Çka të lidh me Van Bastenin dhe ke marrë me në shkrim pikërisht të ti, na trego pak ashtu. Në radh parë më lidh se ai ka përfaqësuar ngjyrat kuqezi të Milanit dhe do qëndroj stoik tek ngjyrat kuqezi. Përndryshe është një mik i përbashkët, Vlado Veljanovski, qëndron në Holand, punon në televizionin shtetëror të Holandës. Ka provuar të gjej kontakte në mënyra se si të futesh në momentin kur ne si Maqedoni po udhtonim drejt kampionatit evropian dhe ai kishte të drejtat ekskluzive, por kishte hasur vështirësi tek kolegët që punonin tek zyra për marrëdhënie me publik
Natyrisht si faton që jam, gjithmonë nuk dua të lë anësh askënd, sakrifikoj gjithmonë veten ashtu si sot kam zgjedhur këtë diel të qëndroj këtu në Kosovë me ty dhe me tjerët. Thjesht në natyrën time i kam ndihmuar, e kam mbështetur, e kam udhëzuar, ja kam lehtësuar sepse po jetonim krizën e pandemisë me COVID-19 dhe jemi shoqëruar, ka ardhur edhe familjarisht në Tetov, në Shkup, jemi takuar, më ka thirrur në Ohor të shkoj në Ola dhe rinim kështu bashkë. Faktikisht më falni dësharova, ka patur një nevojë një moment në Shqipëri përpara Europianit të vitit kaluar të takoj Armand Dukën tjerë, duke qenë që qëndroj mirë në relacion dhe kam marrëdhënie shumë të mira. Kam udhëtuar drejt Tiranës për t'ja lehtësuar të realizonte gjithat që pa dhe si duket ai nuk e ka haruar, ka qenë vetë iniciativa e tij, dua të bëj diçka shumë veçantë për ty, edhe do vi një monografi dhe direkt nga duart e Van Bastenit e personalizuar e firmosur për Faton Zylbaharin. Më ka gëzuar dhe ti e ke pa vetëm njërën pjesë, ka 2 pjesë kjo gjë. Libri mori shumë jehon dhe ushit më shumë se sa të shpritej. Dhe ai duke dashur aq shumë të më bëj dhuratën mua, më ka bërë në 2 pjesë. Ma solli librin origjinal në gjuhën holandeze dhe më tha këtë për të treguar që unë nuk të harroj, por pritet shtypja e rreth i dyti shtypjes versionit në gjuhën angleze dhe do ta sjellun sërish ty. Do thonë unë kam 2 libra të Van Bastenit, e kam edhe versionin në gjuhën angleze dhe atë holandeze. Po i mbaj me shumë kënaqësi, shiko, nuk është që ai mori se din kush është Fatoni, por një gjest i bukur, një moment i ndarë për mua, më bën ndjem krenar, posaçërisht kur shikoj se sa tifoz të Milanit dhe njerëz që e kanë ndjekur Van Bastenin janë bërë shumë nostalgjik dhe janë kënaqur vetëm duke parë që arriti diçka nga ai njeri tek ti. Ke udhëtuar shumë vende ndryshme të botës, ke takuar shumë njerëz që kanë një lloj ndikimi kaq të madh në futbollin ndërkombëtar. Cili prej persona ka qenë më i thjeshti, edhe cili ka qenë arrogant që ke thonë ke menuar ndryshe për ta, po ka qenë ndryshe. Donnarumma do nisi tek më arroganti. Donnarumma është një se di, do zoti ndryshoj super portier, ka bërë super sezon këtë zonë, po është as fëmijë, kemi takuar shumë herë sepse shorti vazhdimisht po na përplaste me Italinë. Të them tani, shprehem si ata në Shqipëri, fëmijë llastisur shumë. Ai fëmijë kalama është. Do të thonë çfarë veprimesh, çfarë gjëra bën. Tani që nuk e kam pritur, nuk kam patur ndonjë simpati sepse nuk është se e dua si ekip Juventusin, një ekip gjigant ndër më të mëdha në botë. Chiellini i kemi mundur, ka hyrë në dhomën e zhveshjes 1-1. Edhe në Shkup, edhe në Torino, edhe në Palermo. Kam takuar shumë njerëz dhe ndoshta duhet kujtojmë shumë gjatë, por kur më thua kështu duhet të jem sa më i sinqert me pyet cili më mirë. Këto momentet negative më kanë mbetur nga këta njerëz Cristiano Ronaldo. Ndër futbollistët më të mëdhenj që ka parë bota e futbollit. E din që kam një fotografi me Cristiano Ronaldo dhe nuk e kam postuar kurrë. Pse? Mënyra se si silleshte, thjesht më vrau dëshirën për ta postuar. E di që të gjusit, shikuesit, më thonë, kush je ti, kush jam unë, askush nuk jam unë. Unë jam Faton Zylbahari, që kam ndërtuar një gjë të vogël për veten dhe për kombin tim, dhe jam krenar që i shërbej, por duke njohur dhe duke studiuar shkencat e komunikimit, biznesin, marketingin, shumë kohë kam ndarë në jetën time për emancipim, për edukat, për se si shumë lojtarë dhe më shfrytëzojnë si këshilltar për këtë pjesë të gjërave. Dhe më ka ardhur keq shumë Ronaldo, rivaliteti nuk ka të bëjë me Barcelona Real Madrid. Thjesht unë jam dalur të bëj foto me një ndër lojtarët më të mirë që ka parë historia e futbollit, por tipi ishte super arrogant. Jo që ju eliminua, u kualifikua në kampionat botëror, pasi ne kishim eliminuar Italinë, thjesht mos ndaj 5 sekonda, 3 sekonda, një sjellje. Pastaj tjerë, mos bëhemi negativ, sepse duhet flas për gjërat e bukura. 2 që më kanë dëshpëruar Ronaldo dhe Donnarumma. Tjerët vëlla, po të nisesh nga ky De Jong, po të nisesh nga Depay, po të nisesh nga diçka janë gjermanët në sjellje vëlla. Ky Hansi Flick, di çfarë njeriu është, kam patur fatin të ri të bisedoj me të, po Manuel Neuer. Po të bënim tifo sepse si zyrtar të federatës. Po Jose Mourinho si është? Interesant, është showman, është showman. A ka ndonjë trajner në Kosovë që ka pak shumë karakteristikat e Jose Mourinhos?
Ismet Baba. Don analizë. Po të pyesësh si profesionist, pra gjithmonë duhet të ruaj modestin, mos them kush je ti të analizosh Mourinhon. Besom që kur po nisja të vi këndej, fëmijët më përcollën dhe më përmendën kishin takuar një këngëtare më të re në Titov. Edhe me këto fjalë ju drejtoj. Shikoni babi, më ka mundsuar jeta, falëndërimi i qoftë Zotit, të takohem në punën ku veprojnë me më të ndëjt. S'ka ku shkon më lart. Njerëz janë modest, janë super, domethënë edhe ata janë një besmir, një faton apo një tjetër që jeta e ka çuar, puna, profesionalizmi, talenti, fati, çfarë dush quaj. E ka arritur lart, por mbi të gjitha ti duhet të jesh njeri. Dhe shembulli që u dhash di cili ishte. Në vitin 2015 isha në Globe Soccer Awards, pas Topit Art dhe FIFA The Best. Është çmimi më të mëdha. Isha për Fali Ramadani që ishte në top 5 menaxherët më të mirë, i tretë ishte aty bashkë me Jorge Mendeshin. Dhe kam parë shumë gjëra aty. Në një moment erdhi Michel Platini, që në atë moment ishte në situatë gjykatave, gjërave, është fajtor, s'është fajtor. A din që zvrapoi derisa bënin mbas Ronaldo, mbas Messi, që atë vit Messi e mori mbas gjithë këtyre yjeve. Unë nuk e di se ç'a bëj aty. Ktheu këndin një yll, ktheu këndin një super yll. Domethënë është një ëndër që të bëhet realitet dhe ti gjithë vrapojnë të bëjnë foto, Platinin askush nuk e ndjek. Dhe sot u thoya, dini për shembull Gerard Piqué, po të vit kalojnë në Tetov, e din se shumë pak njerëz do vrapojnë të bëjnë një foto, sepse bota është duke ecur shumë shpejt dhe njerëzit kënaqen mbas asaj momentit. Sot je yll, sot jam me ty. Ç'a dua të them? Të mësohemi, të edukohemi në frymën pikë të parë ti jesh njeri. Dhe në këtë pikë pamje Neuer, Oliver Bierhoff, e din se, më fal, do marr edhe pak 1 minutë. Kur luash me përfaqësuese të mëdha, gjithë kemi qejf të kemi një fanell kujtim nga ataj. Ka ekipe edhe që janë arrogant, ka që nuk do. A di ç'a bën te Gjermania? Oliver Bierhoff i thot këtij kit menaxherit të federatës, të përfaqësuesës Maqedonisë, futu brenda, merr fanella cilat don. Sané, dhe kush ishte një tjetër, del jashtë stadiumit pasi është kryer ndeshja, kërkon një fëmijë. Neuer, unë duke kërkuar një fotografi, po s'kemi drejt kur jemi aty brenda, ai kishte atë maskat mbrojtëse të Covidit, edhe bëm një foto, dhe po e ngacmoja duke ecur nga tuneli sepse kisha kujdes mos më shkruaj një vërejtje zyrtari i UEFA-s. I them, po çfarë më duhet kjo fotografi, tash kush do vrej se je Manuel Neuer. Po e ngacmoja. Edhe harrova si çështje, shkoj atje, shikoj kur të kryej një pres konferenca, të bëhet dezinfektimi i zyrës dhe të futemi ne, vjen Manuel Neuer. E tani, bën sikur të njeh gjithë tjetër. Bëje foto, apo kështu, ke parasysh me këtë ngacmim tonë? Bëje foto, në cilën foto? Bëje valla një foto që thet do ta kesh. Dhe ruaj me shumë kujtim sepse edhe me Hansi Flick, domethënë ka njerëz që me shumë kënaqësi duhet të flas për ta, jo për tu lavdruar se unë i takova dhe fola me ta, po për faktin që shembullin që duhet ta përcjellim të gjithë të rinjt për ta ndjekur. Ti që kemi kaluar krejt kohën dhe kemi folur vetëm atë 1% që ne asoj çfarë keti. Qa të bëju? E di që gjimi është të mbo presion që... Merë hua një orë, bo. Duhet me përfundu, por nuk kam qarë për ta bo një pyetje të fundit. Krise. Çka është duke gjetur ty që ende luan futboll, je portier në kategorinë e 4 apo? Jam çment vëlla, jam çment. Si ta them shpejt. Do shkoj fshatit tim për t'i ndihmuar në një organizim, një ndeshje. Po shifja që kategoria 4 është niveli më i ulët i futbollit në vend, pastaj e treta, Liga 2, Liga e parë, që i theni ju superiore. E shikoj 15 vite nuk kisha qëndruar në port, por përndryshe unë i ri kam qenë portier dhe kam mbritur në moshë shumë të re dhe si portier në ekipin e parë të Shkëndijës, portieri i tretë. Po shumë njerëz më njihnin 15 vite karrierë si gazetar, dhe nuk e dinin që ata më të rinj që më thirrin edhe Hoxhaç. Kam hyrë, kanë ecur gjëra aq mirë sa që djemt e fshatit, duke qenë që unë po punoja në Shkup, në Tetov gjithkohon, vetëm gjumin po e bëja në fshat, më pritën shumë mirë dhe gjithmonë duke duash të jap atë mesazhin që ne, pavarësisht që ku do arrijmë, do Zoti sa më lart, nuk duhet kur të harrojmë se prej ku vim, cili është vendi ku kemi filluar.
beso që më ka bërë vetëm për dhënë një mesazh dhe një motiv, unë shkoj atje. Pastaj kam kap formë të mirë dhe habiten njerëzit edhe pse në goxhan pesh, edhe në mosh, por gjithmonë nëse futem port, unë duhet t'jap më të mirën që gjithë trive për duhet t'u them që sado që i vogël duket ai klubi, ti në momentin që vesh atë fanell, ti përfaqëson fshatin dhe duhet të jesh shembull. Tani duke patur këtë qasje, ti do të jesh i suksesshëm. Edhe veterinar për që su bërë, edhe u bërë gazetar, edhe mjek, edhe bujk, edhe po arrite maja. Dhe më thonë, unë qëndroj në edukimin e trive dhe ne, pavarësisht sa fitojmë dhe ku na çon jeta profesionale, ne kemi obligim të shikojmë mbrapa dhe për të dhënë një shembull se modestia është gjëja më e bukur që mund të ketë një karakter dhe natyrisht falenderoj edhe regjin kaq modeste dhe kaq dashamirëse që na dha pak minuta shtesë. Faleminderit për buzëqeshjen. Fatën shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit Pasdita Sportive. Unë nga këtu, edhe pse jemi prezant, po i ftesë për herë tjera që të kemi edhe ta flasim me atë pjesën e 2%. Meru me atë djalin vesh, pastaj ma bëj ftesën mua. Falenderoj për kohën, kërkoj ndjes nëse u zgjata, por janë gjëra të cilat të thash dua me shumë kënaqësi ti ndaj me tjerët, jo për t'u lavdruar unë, por për të ndarë me modelin që duhet ne ta ndjekim. I dua shqiptarët shumë, jemi populli më i bukur në botë dhe vetëm kështu duke mësuar nga njëri tjetri, duke përkrahur njëri tjetrin, duke minimizuar gabimet e njëri tjetrit mund të ecim përpara. Juve ju uroj shumë shëndet dhe shumë suksese.